zoti Shara, tani jemi në luftën e retorikës së ashpër, apo ndoshta fshihet të një plan, duke patur parasysh precedentin që me urdhën e Donald Trumpit u vra generali apo kolonel Kasami, sa ishte? General Kasami. Pra do të thënë, për ata që nuk e dinë, general Kasami ishte një nga njerëzit më të rëndësishëm të regjimit Iranit, që krijonte lëvizjen e Hamasit, lëvizje e shtetit islamik e tjetër, dhe urdhri ka qenë nominal i Donald Trumpit për eliminimin vrasjen e tij. Gjë që krijoi një tension shumë të lartë midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit në kohën e mandatit të parë të Trump. Tani në mandatin e dytë të Trump, është kjo një përpjekje për të krijuar një paraluftë me Iranin, apo është retorikë e ashpër dhe vetëm kaq? Në këndvështrimin tim, shiko, po ta marrim pak në pak se histori kanë qenë. Për te atyre që thuat, se po nuk kam mësuar në mënyrë analitike. Për te atyre që thuat, pse Shtetet Bashkuara kanë qenë thellësisht të shqetësuara për programin bërthamor të Iranit dhe që në kohën e presidentit Obama, ai shkroi 2 letra, Trumpi ka bërë 1 letër, ai bëri 2 letra në atë kohë, dhe arriti që të binte Iranin që të ulësh në tavolinë bisedime, dhe pjesë e asaj marrëveshje pastaj për kufizimin apo për të drejtën e Iranit për të përdorur energjinë, programin bërthamor vetëm për energji. U nëshkua ajo marrëveshje që u nëshkuar, por që ajo marrëveshje nuk u pranua asnjëherë nga Izraeli. Këtu thelbi i problemit është Izraeli, nuk është as Irani as Amerika. Izraeli, duke qenë vetë fuqi bërthamore pa deklaruar, e ka në strategjinë e vet, e ka kategorikisht që nuk do të pranojë në linjën e mesme një shtet tjetër bërthamor. Sidomos një shtet i cili nuk e njeh si shtet Izraelin dhe që mendon për zhdukjen e shtetit të Izraelit, siç është Irani në politikën e tij. Dhe në atë kohë, bilem duket ka qenë po Netanyahu, në atë kohë në Trumpin e parë, Netanyahu bëri çmos që të ndikojë tek Trumpi sapo erdhi për të prishjen e kësaj marrëveshje. Ai nuk e pranoi si marrëveshje dhe ai llogarisi me muaj për sa muaj duan Iranit që të arrijë të pasuroj në nivelin e përgatitjes së armëve bërthamore. Tashmë, në këndvështrimin tim, kjo nuk është thjesht një retorik, kjo është një vendim kategorik, nëse ka një diçka për cilët Trumpi duhet marrë shumë seriozisht, dhe unë mendoj se është çështja me Iranin. Pra, dhe si mund të bëhet kjo? Kjo nuk ka nevojë, Amerika nuk ka nevojë të përfshijë direkt, bolë si t'japi vizën Izraelit që të botoj, të bombardoj instalimet bërthamore iraniane. Nuk besoj që është ka qenë se Izrael, se Irani tregoi që ka një fuqi përgjithë. Po, Amerika do marrë përsipër mbrojtjen, pra dërgoj ato raketat antiraketat e saj që i dërgoi edhe herën e parë,